dije se nuk plotësohet imani besimtarit derisa ky besimtar vllaut të tij nuk ja don atë që e don për vete. Çka është minimumi? Çka nuk kupton kjo? Thotë wa aqallu darajat al-ukhuwa, autori thotë niveli më i ulët i vëllazërisë, domethënë i raporteve miqësore po flas. Jo vëllazëri musliman për shemb, po raporte është miqësore, se vëllaznia edhe miqësia është nivel më i lartë, kom mik, vëlla musliman po edhe kom mik, kom shok, kom të afërt. Niveli më i ulët i këtij raporti është me adosh vëllau tonë që don për vete. Se nën të çka ka thon. Nën totalimos kur ti je vetë më mirë se ai, kur ti je vetëm që ai duhet më do gjin ty, edhe pse ti nuk e gjin ratina, atë ç'ky raport don i ju i niveli atë më këtu nuk ka më funksionuar që afërsia që është pretenduar. Andaj thotë autori patjetër që ti prat nga vllai jot me ti mbrut metat apo. E pasi prat pi ti me ti mbrut metat, dhe prat pi ti me ti toleruar shimet, atëre çfarë më për ta? Prat edhe pi ti që thot, po çështu përgjigje pra ti asaj që ai mendon për ty apo. Mos ti marrësh parasysh lëshimet e vllazëve tu. Mos më bësh shumë epicendrike, mos më marr domon bazike në trajtimin e mëtejshëm. Gjithkusht ka lëshime, anë pjekuria është mos mundot lëshimet, po mundot për parësit. Se me vë mundot lëshimet e çdo kujt, nuk ehet kur kush merret me kërkon, apo po çdo kush ka të meta, dikush ka këto lëshime, dikush ka lëshime. Na do të më pa në esencën e veprimit, edhe në tërësinë e aktivizmit dhe produktivitetit. Çdo të më shqyr. Lëshimet eventuale gjithkush i ka. Andaj pjekuria është që me ditë shumë menaxhu me lëshimet e njëri tjetrit për me lëshu udh, domethënë bashkëpunime të më të qeshëm. Nëse i bojna domethënë të metat bazë të trajtimit të njëri tjetrit, atë padyshim që nuk jetë kërkush ai që ka mundësi me vazhdu me ta. Shkoj që ka thënë pejgamberi të në vëllezër, vallahi që ta ditë me pas parasysh, nuk nolet goja njëri të bëjë dua për vëllezërit e tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ditë është në Sahih Muslim. Ka thonë da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahri al-ghaibi mustajaba. Me u lut për Allahun ton musliman në vetmi kur ai snin është nga duat që Allahu nuk i kthen. Përgjigjet Allahu xhallahu ala ka dua. Thotë inda ra'sihi malakun muwakkal. Dhe te koka e këtij musliman që lutet është një melek i dërguar special për këtë dua. Kullama da'a li akhihi bi khairin, sa lutet për Allahun ton me khair, lutet kjo, Allah jep e Allah të më këtë, meleku thot, amin, wa laka bimithl, amin edhe ty njëjtë. S'pona, bile do djetar, e kam përmen, se kur kam nevojë për vetë diçka, para se mund për vetë lutem për Allahun tam. Pse? Se meleku të Allah është më i dashur se unë. Kuptim pasërtis, apo pa gjëra. E unë lutem për Allahun tam, e meleku lutet për mua, thon. E unë një gjunaqar, lutem për një gjunaqar, e për mu lutet një melek që s'ka gjëra për. Që ka fikun e ulemave për me fitu në dua. E kështu kam fitu edhe sevapin e duas, edhe kam fitu një dua për një meleku që Allah e ka dërguar special që më lut për mu për shkak se unë po lutem për Allahun tam. Mandej të lutem, çka nuk kam lutur për një tjetër, vallai natën, ditën. Allah më na forcoj, më na ruaj. Në situata të vështira, kalojmë për provime të vështira, Allah na ruaj. Prandaj me lut Allahun për një tjetër është çështje që nuk vëmë me lën anësh.